Ndërtuesit Ismet Kamenica janë rënuar 2 kate të ndërtesës e cila ndodhet në zonën 8 të qytetit të Ferizajt. A i thot se i ka plotësuar të gjitha kriteret për ndërtim, mirë po sipas tij, inatet personale me kryetarin e komunës Marrem Sfarqa, po ndikojnë që sot i shkatrohet gjithë ai investim. Po me vetë faktin me qenë se është e rënu gjatë ditëve të vikendit, flet këtu që ka tendencë personalisht Marrem Sfarqa me mu, dhe me vetë faktin që ma ka shprej edhe me gojë që unë ty do të luftoj deri në fund, nuk e di, jem kanë në prokurori, jem kanë polici, nuk më merr askush parasysh, nuk më ka me gjatë tjetër përveç me gjetë në rrugë tjetër me bo diçka. Ma ka dhonë lejen, e ku marrë lejen që 10 muaj është qështu, tash gjatë ditëve të vikendit vjen edhe rënën. Kur kërkon personi për leje, për parcel, i jepet paraprakisht kjo shkresë, ku paraqet cilat pëlqime mi marë. Këtu nuk na ka kërku pëlqimi i fshiut, me qenë se unë e respektoj fshiun, se edhe mu pas ndërtu në megjë në ashtë e kësha arsyetu edhe kësha bankis. Nuk kam kërgjon me fshiun, se është e drejt e ti që me bankis e me kërku e kret. Po kjo ka personale shumë me mu, edhe kryetari personalisht. Kryetari personalisht edhe shumë shpejt kanë me dollë sana në shesh. është e përdor shtetin ndaj meje. Kamenica fajson komunën se ndërtuesve afër tij u ka dhënë leje edhe për 5 kate të tjera. Malshani vendim pikërisht për këtë ndërtesën këtu, ku thot ky e ka lejen për 5 katë, këtij si aprish që unë ty ku më ta prish edhe me ty kam punë. Ky e ka lejen, a? Ky e ka veç për 5 katë, nuk e ka edhe për 5 tjerë. Ky 5 katë e ka pa leje, ndërsa po edhe sot është punu. Ky objekti jam është veç një katë me leje, po mas pezullimit këmë vazhdu, edhe thot që unë kam personale me ty edhe... Do një për dini arsyen për... E di edhe unë edhe aj e di. Po do të vje koha shumë shpejt që do të kuptohet. Kryetari i komunës Marrem Sfarqa përmes telefonit i mohoi akuzat e Kamenicës, duke shprehur se nuk ishte në dijeni që është duke u bërë rënimi kësaj ndërtese, dhe se me këtë rast po merren organet kompetente.